Komisioni për punët e jashtme në Parlamentin Evropian ka miratuar raportin e progresit për Shqipërinë për vitin 2025 duke konfirmuar ecërim pozitive të vendit drejt integrimit. Me një shumicë prej 58 votash pro, 7 kundër dhe 7 abstenime, eurodeputetët kanë vulosur dokumentin që e rendit Shqipërinë si një nga 2 vendet lidere në procesin e zgjerimit. This has been adopted 58-7 and 7 abstentions. Congratulations. Gjatë mbledhjes së drejtuar nga David McAllister, raportuesi Andreas Schieder vuri në dukje se ky vlerësim vjen edhe nga komisionerja për zgjerim Marta Kos, e cila e konsideron Shqipërinë si një nga 2 vendet kryesuese sa i përket zgjerimit. Just want to underline that Albania is also considered by our Commissioner Marta Kos as one of the 2 front runners concerning enlargement. Dua të nënvizoj se Shqipëria konsiderohet edhe nga komisionerja jon Marta Kos si një nga 2 vendet kryesuese sa i përket zgjerimit. Këtë po përpiqemi ta trajtojmë edhe në këtë raport. Kjo do të thotë që reforma duhet të mbërrijnë edhe në jetën e përditshme të njerëzve dhe veçanërisht jemi përpjekur të fokusohemi edhe në situatën sociale në Shqipëri. Focus also on the social situation in Albania. Schieder theksoi se fokusi i këtij raporti shkon përtej procedurave teknike, duke kërkuar që reforma të kenë një ndikim të drejtë në jetën e përditshme të njerëzve dhe në përmirësimin e situatës sociale në vend. Ky votim në Bruksel rikonfirmon mbështetjen e fortë të Parlamentit Evropian për rrugëtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian.